Njëri nga ekspertët e politikave në Ballkanin Perëndimor, Dušan Janić, ka thënë që në mars ose prill Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të paraqesin një dokument për njohjen e ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka shtuar se dokumenti në fjalë nuk do të jetë non-paper dhe kjo i ka frikësuar serbët në Beograd. Pra, në muajin prill, më së largu në muajin maj është prezantuar draft marrëveshja për njohjen reciproke nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar Janić në podcastin DLZ. Le të më sqaroj dikush, edhe pse nuk duhet të më sqaroj asgjë sepse kam biseduar me Gjuriqin dhe kur më, çfarë kam bërë administrata, e kush është ministri i punëve të jashtme, çfarë ka bërë ai në Washington nëse nuk e ka në duar këtë tekst që po bëhet prej një kohe të gjatë. Po ju them që në muajin mars ose në prill do të prezantohet dokumenti, prandaj ata po friksohen, sepse kur kemi zgjedhur mënyrën e emërimit e kemi quajtur non-paper, ata friksohen nga kjo sikur gjarë prikur e sheh bretkosën. Kjo nuk do të jetë non-paper dhe po punohet seriozisht në pikat më të larta. E njëra prej pikave është njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, tha Janić.